Përshëndetje nga kuzhina Nerit, sot kam vendosur me përgatit një drekë shumë qeshme me mish të viçit në furrë, që bëhet me një sos fantastik. Krejt çka na nevojiten prej përbërësve janë 1 kg mish të viçit, e kemi ndo kështu në copa siç po shihni. Një lugë të mesme veget, një lugë të mesme biber të kuq, një lugë të mesme hudhër e bluar, një lugë të mesme me krip, një lugë të gjellës me salcë të specave, qep të thota, i blenin çdo market ushqimor ka, po ashtu edhe në Kosovë kom pa, 50 gram me gjalp të shkrier, si dhe gjys litre për ndryshe, 500 ml me ujë të ftoftë. Furrën e kom çu me nxeh në temperaturë 180 gradë që të nxehet. Tashti morrim melmesat edhe i përzina tek gjalpa, bismillah, salcën e specave. Nëse s'keni mundeni një lugë me ajvar me qit, morrim qep të terra, çto ja qesim. Një shije fantastike, nëse s'keni pra mundeni të freskta, por këto janë shumë të mira, provohen një shije e shumë e mirë. Tash e morrim ujin edhe e përzina me tërtitores krejt së bashku. Pasi që kemi përzit të gjithë përbërësit, e morëm tash një tavë dhe bismillah e renditim mishin në një tavë. Ose tepsi. Pasi që kemi rendit edhe mishin në tavë, tash i morëm gjithë përbërësit që i kom përzi edhe bismillah ja qesim. Pasi ja kemi qitë edhe ujin me melmesat, e marrim një piron edhe kështu e lëvizim pak mishin që të hynë brenda edhe uj edhe përfundi pra edhe në mes. E marrim tashti një letër përpjekje, si gjithmonë edhe lagum me ujë të ftoftë normal, e mbështillim tavën edhe me alufolje për mi po ashtu, edhe me njëherë e fusim pra tavën në furrën e nxehur. E kemi mbështjell edhe tavën me folje, tash me njëherë pra e fusim tepsin në furrën e nxehur. Mbas një ore, tash ja kom largu foljen edhe letrën përpjekje mishit duket kështu. E kom rrotullu në anën tjetër, edhe në anën tjetër kur mor një lugë të gjellës me miell edhe një gotë të çajit me ujë të ftoftë. E përzina miellim derisa të shkrihet krejt po që mos pret kokër me ujin e ftoftë. Mirë. Tashti ja qesim pa miellim me ujë tek mishi brenda dhe përzina mirë lomun me lugë. Pasi që kemi përzi edhe miellim që kemi tret me ujë me longun i mishit, tashti e fusim tepsin ose tavën edhe njëherë në furrë. E kom hek edhe tavën me mish, pra prej furrës, gjithse e kom lënë pra për 2 orë në furrë. 1 orë me folje edhe me letër përpjekje, edhe 1 orë pa folje, pa letër përpjekje. Mishi fantastik, sosin e ka fantastik. E zini onash ose orez, ose pyre edhe s'keni nevoj ekstra me përgadit sos, sepse ka sosin e vet që e përgaditem, për ndryshe me janën e vet, që e përgaditem si që pat në fillim të videos. I but, shumë i shishëm, edhe pësa është mish viçi, pra tash në varet krejt, sa është mish i vjetër, ka mish lopës, që është me vjetër, vëna nështë ta ma shumë, për 2 orë që ta mish e kom lënë në tavë. Ja vlen ta provoni si për vete, si kur të keni mysafir një mish tepër i shishëm edhe i but me sosin perfekt. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia. Faleminderit për përkrahin që ma veni, komentet e bukura, deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit. Ju them miru pofshi.